E nga Deçani shkojmë në Bërnicë të poshtme, ku Besim Dalipi tash e 8 vjet kultivon ara, të cilin e gjatëm edhe në vlugun e punës, me që është koha e mbledhjes së këtij fruti. E një nga sfidat më të mëdha sipas tij është rruga e paasfaltuar që e çon në parcelën e tij. Rrëfimin e tij të plot ju ftoj ta ndiqni në minutat në vazhdim. Fshatin Bërnicë të poshtme, këtu tek Besim Dalipi, i cili merret pra me kultivimin e arave, ku ka gjithsej 4 hektare gjysmë dhe unë tani kam pranë vetes, ku të realizojmë një intervistë së bashku për gjithë procesin besoj të vjeljes së tyre dhe punën që ka besoj tash sa vite. Faleminderit shumë për mikpritjen. Është kënaqësi gjithmonë marrëm ju vizitu. Tash jemi në sezonin e arave edhe po më duket vetë se ka përfunduar vjelja e tyre. Vese kemi kry vjeljen, është fillojnë punë tjera, plehrimi, pastrimi zjethe, duhet mi afru nga tarjandal. Qysh ka shku ndoshta ajo mbledhja e arave, ka pas rendiment të mirë si vjet? Si vjet ka pas mirë, edhe pse ngricat pranverore na kanë dëmtu këgja shumë, dikun ja 50% i kanë dëmtu, po prap mirë është, nuk është që i kanë të kesh, po ngricat pranverore s'kemi mujtë kur gjë më bo, se ngricat pranverore i kanë dëmtu polenizust. Polenizimi ka qenë shumë i doptë. Edhe këto polenizimin e kryin njëra me tjetrën, nuk shkon polenizimi për shembull përmes bledhve, sikur të pemë tjera. Edhe ato polenizust kur i ka dëmtu dikun me 6 prill, 7 prill, kon deri -6, ajo i ka dëmtu këgja shumë edhe që ato në kanë ndikuar në rendiment gjatë vitit, po mirë ka pas, prap nuk jemi keq. Po sa kilogram kështu shkon për shembull mbledhja e një pemë, një pemishte? Pemë që i kam 8 vjeçaret, dikun kam rrije te 6 kg, mesatarja 6 kg, ka pas 10, ka pas në një që ka pas 4-5 kg, dikun mesatarja, dikun sa i kam mbledh krejt, janë dikun 6 kg. Që jemi knasën, te 4 vjeçaret këto që i mrapa neve që jam këtu. Te këto nuk ka pas shumë, është dikun 10 kilogrami në trungë. Tash fillojnë, domethënë në prodhimin në vitin e 5, që fillon prodhimi tamam si duhet. Po, ka ndryshuar në shtat çmimi sa i përket arave si vjet? Ka ndryshuar se si mos të ka prodhim, rritet pak çmimi, po nuk ka ndonjë farë çmimi shumë më i natë, njerë është më shtrejt se vitin e kaluar. Nuk ka diçka çmimi është tepër më i natë se vitin e kaluar. Jo, diku 20% më shtrejt se vitin e kaluar. Kështu që s'e di, tash për konsumator, ndoshta është pak shtrejt, po për shpenzimet që i bojmë këto në për pemishte, nuk është edhe ndonjë çmim shumë i lartë. Po, që sa vite merrni kështu me Kjo është viti 8, vera e 8, domethënë vegetacioni 8 që i kam arët e para që i kam jellë 200 trupa. Qysh ardhi ideja nështë më marrë me ara? Rrethi pak. Për shkak që ara lyp punë këgja, po edhe dësh me prit, dësh me pas durim. Dësh me prit se këto tek si vjet diçka kanë tregu pak më mirë në vitin e 8. Tash vitin tjetër presin pak më shumë. Çdo vjet vjen të rritë rendimentin, po 8 vjet nuk janë të vogla për një fermer, me pritën non-stop, çdo verë më punue, çdo vit më punu me to edhe në fund vitit mos më marr kurrë, domethënë 8 vjet më ka dashur me pritë ose 7 vjet me pritën derisa ja nis më mbledh diçka, më fitu diçka prej tyre. 200 trupa të kanë ndihmu. 200 trupa i kam 8 vjeçare. Po, të kanë ndihmu dikush nështë edhe si kanë qenë ato fillimet? I kemi fillimet kanë qenë për shoqatës, më spore, shoqata e arave dhe lejthi, prej tyne, me ta jemi taku herën e parë, me ta kemi fillu i kumë ble trupat arat. Edhe profesor Vahidi, edhe çdo vit na ka ofruar, nuk u largu prej neve, Vajda Avdiu,
ka ndihmuar dhe shumë. Sa ke vështirë nështë ta me mësu gjitha një orit për arën? Kur ki vullnet... është kulturë në vete? Kur ki vullnet, mësën, lexon edhe në plesni për lexoj. Po. Si është problem. Çfarë punë lyp ara? Ara, tash më janis për fillimin e sezonës, nashta fillimi i sezonës është tash në vjesht për më u përgatit, po. Unë duhet më u pastru gjethet krejt, komplet, duhet më plehruar në vjesht, duhet më përgatit domethënë për një degë që ka të thyme, si vetë kemi pas shumë dome me degë, që bora si para një muj dite, ka shumë dome të mëdha. Pranverë fillon krasitja, trajtimet me bakër, domethënë për mi mbrojt në pranverë. Pastaj filloj me plehrim pranveror prap, gjatë verës ujitja, ka edhe një trajtim që se bje shi ose diska, duhet mi trajtu prap me preparate për mi mbrojt për baktere, për kurta, A janë të veçanta këto preparate? Sa i përket kësaj kulture? I përdorin shumica në përbreshta, në përpemisht e tjera i përdorin, po te ora pak po ndikon më shumë, se din, është edhe pse është shortume kjo, nuk është vendore, se orat vendore nuk i kanë këto smundje. Orat që janë të shortume, këto turkisë që i kemi blerë, na si i kemi, domethënë janë... Shfaqen në smundja? Shfaqen smundjet, ma let pe pranojnë smundjen se orat vendore që janë. Po thomë që ajo se nuk jem fort. Po, edhe kështu hapësirën, besoj e kanë, të më thonë, arat sa... 5-7. 5-7, që është nështë ajo... Në fillim po dëkshin si po me të ke veni thotë, 5-7 hapësin e madhe po dëket, kur po rritën, këto 8 vjeqare tash më hinë to, kanë mullu e kanë mshel, është mas 5-6 duhet me hjek në njërin rënë për me ilan 10 me 7, se shumë ofrin, në afru njona me tjetërën shumë. Po, ndihmon dikush nështë këto përveç, më thane, kesi lloj biznes familjare? Me djalin, më shumë djali vjen më ndihmon. Shumicën e kohës vetë të punoj. Dojnë pak punë më shumë, po muj mi punu halo. Po, të ka ndihmu përveç nështë shoqatave që i cekën fillim, qoftë nështë edhe komuna, apo ke nevojë diçka për një makineri pajisje? Makinerin një freze ku marrë prej komunës, edhe në ndihmon komuna e Prishtinës me ujitje, domethënë sistemin e ujitjes, prej i bërlepencit në e pagun. Domethënë ajo është ndihma prej komunës që e kemi, që 4 vite, prej këtij mandati që kanë fitu këta, që 4 vite kemi ujitjen prej tyne, pagesën e ujitjes për 4 hektare gjys. E keni bo analizat e tokës, besim, është e përshtatshme kjo tokë për arën? I kumë bo analizat, këtë javë i kumë bo analizat e tokës prapë, i kumë bo para 3 vjetë, prapë edhe këtë javë i kumë bo, për me kësyrë që ka nevoj. është toka jote këto? Po, toka e jam i privat i kumë le. Po. Më thonë, analizat e tokës mirë ka ndalë, vetëm humusin tash do të diska me shtu, nuk ka kesë, si mas analizat tokës, është e përshtatshme për arën. Po, çfarë lloj arash ke? Cendlerin e kam, fernorin, fernet edhe franket. Edhe çka dallojnë mes vete këto? Po këto fernore, franket janë polinizus. Cendleri është që prodhen më shumë, është orë turke pe i Kalifornie që kanë marrën. E këto tjerat janë franceze, këto janë vetëm polinizus. Edhe një lloj e kam një Pedro Thirët, ajo po dhe i ke prodhim shumë të madhë, so e ka jezatësi, nuk e di, po prodhim kish, ajo dikun 12 kila, dikun 1.500 vjetë. Sa i përket nështë kur vjen sezona e vjeljes, të më thamë mbledhjes o arave, ke hasë në mungesë të fuqisë punëtore? Edhe që ka mendon nështë në këto vitet e fundet? Ka mungesë fuqisë punëtore me familjar ma shumë i mbledhi, për punët e vjelja, se nuk mund është vetë këto s'kryen. Gjitha punë tjera mund mi kryu ujitjen, plerimin, këto kryen edhe vetë. Krasitja dhe mbledhja tyne, këto jenë problem. Për krasitje kam agronomin Behar Hyseni, ai vjen e kryen krasitjen, edhe për mbledhjet frutave, në fond, duhet me marrë familjartë. Si punëtore problema me zetën, se vjen kërkush nuk unë në parara, s'vin as verës, as njështë, është këzë problem. Për sa ditë e ke përfundu mbledhjen? Dikon 4 ditë.
Nuk ka dashur. I kam jetë, domethënë me traktor edhe me atë shkuncën, i kam jetë që i shkuni. Vetëm domethënë për me mbledhën në fund. Po. 4 ditë kemi bërë për 520 trupa, se këto të voglat as që kom preka, se s'kam pas edhe ashtu prodhim shumë. Po. Si marr fort me to. Si e mendon tregun? A ke pas vështirë me depërtu në treg në arë? Tregu, si tash për si tash mirë është, nuk është keq. Domethënë po shiten se ka nevojë Kosova për to. Simas do analizave që i kanë bërë këta 2000 hektar tokë, Po. që janë mbledhur me arë, është diku në hektari duhet me si deg 4 tonë gjys. Kur hin prodhim plot. 2000 hektar, 4 tonë gjys janë diku sa vjen aty 9 milion kila arë, për 2 milion banor janë këza shumë. Po. Ato besoj që kena me pas problem mas një 10 vjete, se është këza problem i shqip në Kosovë 9 milion Po, e vërtet. kilogram arë. Po kështu me eksportu? E mendon të ardhmen? Mendojmë, po unë për veti na jem pak edhe më marrë me bujqësi, edhe më menu qysh më dalë në eksport, është pak problem. Këto punë do të më marrë dikush tjetër, se nas si fermerës besoj që del dikush që mund të më marrë me këto sene. Ma mirë është Mju ndimun? më marrë dikush më në ndihmu, ose më banej shoqata me bani fare ekipe që i mbledh arat, më bani pikë grumbulluse dikon, edhe me eksportuse, për ndryshe, për në treg Kosovës, 2000 hektarë janë kësa shumë. Po, e ke pa vetëdijsimin në shtatë qytetarëve që i konsumojnë arat, për shkak në shtatë benefiteve që i ka? Ai e konsumojnë, s'po them që nuk shiten, se po kur vjet që ajo sasia e madhe, sasoj jam të tregu, se për sot nuk kem sa lyp tregu, domethënë nuk ka arra sa lyp tregu. Në mrena 10 dite, as 10 ditë që domethënë për asoj ditës kur më ditë orës, i ku shit. I ke shit gjitha. I shit arat, nuk e met edhe 200 kg i kam. Do të duhet më majt në një më udhon shoqnive, në një më shkep, se Po sa je i lumtur kështu kur të shitet produktet e tua, produktet? Sa të bën krenar në shtatë me kret? Jam krenar me po venin këtu si vend, çush është, me mishje si. Kur të vjen këto, se besoj ti në Prishtinë jeton, kur të vjen këto, çush ndihesh? Çto një kënaqësi më të madhe, se në Prishtinë jemi lodh për betonit. Çto një kënaqësi më të madhe, edhe pse lodh na ka pak me punë, por nuk ka problem. Çush është të ardhmen, besem? Mendon me zgjeru diçka, mendon me ndryshu diçka? Unë kam hapësinën e kufizuar me këto. Ke ndonjë ide që për këtë pjesë nuk ujmë zëru mo, për tjetër kënë duhet me këshyrë, nështë edhe zërnona, marrë edhe në i pjesë tokë dikon, po lypët punë këza shumë, është këza problem, për një njeri është problem me përtëkue komplet. Mirë po kështu, e ke pa që vlerësohet bujqësia në vendin tonë, në Kosovë? Apo do të me... Shumë largë jemi, asaj, mu vlerësu bujqësia, largë jemi. Besoj që largë, nuk thash, e pot edhe rrugën. Po, e pam, do më thonë ajo... Në të varteme, po e pot rrugën, që shke rruga, që 4 vite e kom bo kërkes, që 5 vite e kom bo kërkes. Për marrë më mashtru këtë rrugë. Kanë shtru rrugë të ofër aty pjesën altë në asfalt. Këtë pjesën të mas zhavër nuk e... Shumë probleme është rruga. Edhe të është logarete një ditë të ertë, jo, a unë e për ditë viqët. Të më zdo ditë e kom qitë rrugë. Shpresoj që kanë me ndërmarë ndonjë mas edhe shpresoj që ty nuk të bën nështë këto sfida me u dërzu. Jo mu dërzu nëse kom nërmenë. Po, thëmë që 5 vite kom bo kërkes. Cilat nështë kanë qenë ato kushte që kanë thonë, do më thonë që nuk e kanë shtru rrugën që tash e 5 vite. Qka kanë lyp? Kanë lyp, kushtë? Vetëm s'kanë ardhë me pa. A ki shpi me leje, kam për mishtëm, për ditë shkaj aty. Jo, tha, do është me pas shpi për marrë më të ashtru rrugën. Tash po, veç zhavar, hajde, asfalt nuk po du, tha, na qokolada nuk shtrojmë, tha, zhavar shtrojmë. Do sene që... Po, nështë ta punën ma të madhe e kiti këto edhe është problem. Po thëmë që duhet veç për mu marrë me shtrua, ka edhe toka tjera që i punoj njerës tjera. Nuk është e thone veç për mu marrë me shtrua, ma unë jem për ditë që të. Sepse kanë mundësi me shtru një rrugë asfalt në altë. Pse mos me shtru dhe këta? Po aty kishin interes pak ma shumë.
Unë të falenderoj shumë edhe shpresoj që këto probleme kanë mu përfundu. Përfundojnë edhe, mos përfundu. Ti s'ki mu ndalë. Jo, nëse kam nërmen mu ndalën. Falenderit shumë. Falenderit së për juve.